Thomas Tuchel ka folur para ndeshjes Angli-Shqipëri, kualifikuese të Botrorit 2026 për të dyja skuadrat do të nisin sot në Wembley. Në konferencën e zakonshme para ndeshjes për shtyp, Tuchel deklaroi: "Duke parë Europianin kam ndjerë tension dhe presion në këmbët e lojtarëve, duke i sigur po luanin për të mos humbur më tepër se me emocionin për të sjellë diçka speciale, duhet ta ndryshojmë këtë. Dua të luajmë me emocion, uri dhe dëshirë për të fituar, pranimi i dështimit është pjesë e futbollit. Duhet të implementosh bashkimin dhe faktin që të gjithë të ndihen të sigurt për të treguar veten dhe për të dhënë më të mirën. Luaj me dëshirë për të fituar dhe jo frikë për të humbur. Mendoj se kur të luajmë tani, çdo kush duhet ta dijë rolin e tij në fushë, të luajmë me disiplinë. Duhet të lidhemi pak më mirë, të gjejmë më tepër ritmin dhe lidhjet në fushë. Duhet të tregojmë se jemi gati për ndërsot. Është e mrekullueshme që do të luajmë kundër Shqipërisë në me stadiumin plot, shumë emocionuese. Jam pak nervoz, por është pjesë e emocioneve. Jam gjithmonë nervoz para ndeshjeve, nuk mund të ishte ndryshe tani. Tani është koha për të hedhur hapin para. Duhet të kemi respekt për Shqipërinë, për kualitetin dhe futbollin që tregon ky kundërshtar. Nuk jemi ignorant të themi që do diktojmë lojën dhe të tjerët do na ndjekin. Çdo kush do mundohet të gjejë zgjidhje kundër nesh, u shpreh Tuchel ndër të tjera.